Pas tragjedisë në familjen e Gjestit, Sara Kolami kundër spektaklit publik të ngushëllimeve. Humbja e rëndë që ndodhi dje kur në një aksident trafiku humbi jetën vëllai i artistit të njohur Gjest, ka prekur thellë opinionin publik. Ngjarja shkaktoi një val reagimesh në rrjetet sociale, ku shumë figura publike shprehen dhimbjen dhe ngushëllimet e tyre. Por kjo situatë ka hapur edhe një debat mbi mënyrën se si shprehet respekti dhe dhimbja në epokën e mediave sociale. Në këtë kuadër, aktoreja Sara Kolami reagoi me një mesazh të fortë, duke kritikuar spektaklin publik që sipas saj shpesh shoqëron tragjeditë. Në momente të tilla, familja dhe të afërmit kanë nevojë për qetësi dhe ngushëllim të sinqert, jo për spektakël publik. Nuk matet respekti me një imazh bardhëzi apo një status të shpërndarë. Dhimbja nuk është për të bërë trend, por për të përjetuar me dinjitet, shkroi Kolami. Ajo theksoi se respekti i vërtet qëndron tek një fjalë ngushëllimi, një gjest njerëzor ose një mesazh privat, jo tek laiket. Familja e Gjestit nuk ka nevojë për publikime të pafundme, por për heshtje, qetësi dhe ndihmë reale. Kujtimi i tij jeton tek ata që kanë dashur, jo tek postimet që zhduken pas 24 orësh, u shpreh aktoreja. Mesazhi i Kolamit është përshëndetur nga shumë ndjekës që ndajnë të njëjtin shqetësim për mënyrën se si trajtohen publikisht tragjeditë personale.